Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit. Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Në hijen e Ramazanit. Tema e sotme do të jetë mesazhet e çlirimit të Mekës. Për të folur me gjerë rreth kësaj teme, kemi të ftuar imamin e nderuar Fahrudin Hashani. I nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se u gjetëm, faleminderit për ftesën, Zoti ju shpëlbef. Faleminderit juve. Atëherë, për të filluar nga para, cili është shkaku i çlirimit të Mekës? Falenderojmë Zotin, i dërgojmë selavat dashurit të tij Muhamedit alayhis salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre cilët e ndjekin rrugën e tij. Elusim Allahun që inshallah të na ketë pranuar këto ditë cilat i kemi kalu nga ky muaj i bereqetshëm, pasi që veç i kemi ardhur dhe fundit, jemi në ditë të fundit dhe natë të fundit, pikërisht është edhe ndodhia e çlirimit të Mekës. Jo rastësisht ndodh çlirimi i Mekës në fundin e jetës të pejgamberit alayhis salam, që jap me kuptu që rezultati i angazhimit të mëhershëm të pejgamberit alayhis salam, në fund jap Zoti që më rezultua dhe me çlirimin e asaj që gjithmonë i ka djeg zemra pejgamberit sa për çapën për Mekën, që ndërlidhet me Ramazanin që edhe neve gjatë këtyre ditëve dhe natëve që jemi angazhu, fundi i këtij muaji duhet me kanë që na me dalë të falur për këtij muaji. Sa i përket shkakut, pse ka ardhur deri te kjo është që siç dihet, pejgamberi sa gjatë këtyre viteve të fundit ka qenë në armpushim me Kurejshit, edhe ndodh që Kurejshit e thejnë armpushimin, i vrasin disa prej njerëzve të cilët pejgamberi sa ka pas një farë me marrëveshje me ta. Edhe pejgamberit alayhis salam i vjen lajmi që ata e kanë thyer marrëveshjen, kanë vrarë disa njerëz, e kanë shkel kushtet të cilat janë marrë vesh. Atëherë pejgamberi alayhis salam e urdhën ushtrien popullin që me u përgatit dhe me u nis për rrugë për udhtim. Normal, do thotë i urdhën që me u përgatit me armatim, po të njëjtën kohë, do thotë pejgamberi alayhis salam, atij që ja bën lajmin për thyrjen e marrëveshjes, i thotë pejgamberi sa të lutem që thonë na mos e hap gojën, mos e çel gojën, mos të din kush që ka ndodhur kjo çështje. A mund ta dim te pjesa tjetër, muslimanët në atë kohë, a e dinin saktësisht ku po shkojnë, apo cili është qëllimi i kësaj? Pejgamberi alayhis salam këtij që i thotë këtij lajmtarit që mos e fol këtë muhabet që është thyr marrëveshja që kanë vrarë njerëz, pikërisht pejgamberi sa më bën me strategji. Arsyeja është që pejgamberi alayhis salam don me marrë sekret shkumjen në Mekë për çlirim të Mekës, për shkak që mos më e kuptu Kurejshit që është nis pejgamberi alayhis salam, e ata me pas kohë mu përgatit, mu armatos, e tani me ndodh ballafaqim, me ndodh luftë, mu derë gjak. Pikërisht pejgamberi sa sekreti më kryesor është kanë që s'ka desh mu derë gjaku në këtë ndodhi. Edhe të njëjtën kohë pejgamberi sa është interesante që vish një njerit ja ka tregu se ku janë të shku. Është e çuditshme që ajo është kanë gruaja pejgamberit sa Aisha, ka qenë femër, do sekretin më të madh, nëse mund të thonë histori të jetës vet pejgamberit sa ja ka tregu një femrës. Do thotë ata që flasin që në Islam s'ka drejta femra, pejgamberi sa ja tregon Aishës sa që edhe vet baba i Aishës, Ebu Bekri, ka ardhur, ka hi mrena, se ka pa që pejgamberi s'jap informat ku janë të shku, edhe ka vet ku po na çon kjo përgatitje për ku është pejgamberi sa s'ka dhënë informat. Ka ardhur Ebu Bekri te vajza vet, në shtëpinë e pejgamberit, Aisha ka thonë kallzon nga ku është tu na çu burrit. Aisha ka kesh. Si ka dhënë informat. Do të thonë deri në këtë gjendje ka ruajtur sekretin mes burrit, edhe babës vet nuk i ka dhënë informat, po të njëjtën kohë pejgamberi alayhis salam, vetmi njeri që ja ka tregu është kanë gruaja vet. E ma vonë tani gjatë rrugës normal që ju ka tregu edhe sahabëve vet se pra arsyeja ka qenë që mos më shkruaj informata në Mekë, që më përgatit ata se tani kur të ballafaqohen dy përgatitur normal që fillon edhe Zoti na rrit edhe tek gjakderdhja. Në fillim e përmendë se çlirimi i Mekës ka ndodhur në kohën pjesën e fundit të jetës së pejgamberit alayhis salam. A është kjo një mesazh, një urtësi edhe për kohën aktuale sot, se suksesi ndonjëherë mund të vonohet, por vije nëse është angazhimi dhe përkushtimi? Padyshim shumë e qelluar kjo që potencove se realisht Allahu ka mujt që pejgamberit e sa gjitha më ia realizu pa angazhim hiç, pa lodhje, pa sakrificë, pa vujtje të cilat i ka përjetu, po Allahu gjithashtu ka dashur na tregu që për me arrit një sukses duhet me u angazhu, e kur vjen rezultati ato është në dorën e Zotit e joni është
me i marrë shkaqet edhe mu aktivizu. Atëherë, si qëndron çështja e çlirimit Mekës, se falja qëndron mbi hakmarrjen, se dhuna realisht nuk do të jetë pjesa e parë për ta zgjidhur problemin, por para saj duhet provuar metoda tjera. Si shpjegohet kjo? Realisht, kur pejgamberi sa ka hyrë në Mekë, ka pas 10.000 veta ushtar me veti. Edhe formën që ka hi, ka mujtë do në thotë, sa i përket me kazve kurejshve, këta të keqe që ja kanë bu muslimanëve më herët, pejgamberi sa ka mujtë me shfrytzu rastin që mu hakmar, me kthy pasurinë, me vran njerëzit cilët ju kanë bu dëm, me largu dikon prej atujt, gjitha këto pejgamberi sa ka mujtë me bu. Po pejgamberi sa këta nuk e ka bu. Se pikërisht sekreti që e ka marrë që mos mu ditë që janë të shku këtu është, që mos me ndodh ndonjë ballafaqim në front që mu derë gjaku, mu fillu lufta. Edhe është interesante që kur kanë hyrë në Mekë, njëri prej udhëhecave, cili e ka bart flamurin nga ana pejgamberit ajson, ka qenë Sa'd ibn Ubade, i cili ka qenë Medinas, ensar. Edhe ai ka qenë gjithmonë i mushur në lef ndaj kurajshve, shkak që e kanë maltretu pejgamberin sa. Edhe mendjes se ka prit në ardh momenti që mu hakmar te kurajshi. Kur kanë hyrë në Mekë, si ushtri 10.000 vet mas vetit, e ka po Ebu Sufjanin, për cilën se ka ditë që haleu që e ka pranuar Islamin Ebu Sufjanin. Po kur e ka po Ebu Sufjanin, ky Sa'di ka thonë Ebu Sufjanit, ka thonë sot është dita hakmarrjes. Sot kena me një fjalë kena me dirë gjak. Edhe Ebu Sufjani i shkon pejgamberit ai sa më thot, a ke dhënë urdhën që me vra popullin tën? Thot pejgamberi sa, kush e ka thonë këtë fjalë? Thot Sa'di. Edhe hidhrohet pejgamberi sa me Sa'din që e ka thonë këtë fjalë. Edhe çka bën pejgamberi sa i thot Ebu Sufjanit, sot thot është dita jo e hakmarrjes, sot është dita e faljes. Sot është dita e faljes. Edhe pse jemi të fuqishëm, edhe pse kemi numër të madh. Po në njëjtën kohë pejgamberi sa nuk harron që Sa'dit më dhon mësim çaj bën, ja merr flamurin prej dorës, me një fjalë udhëheqjen, edhe ja jep djalit tina, djalit Sa'dit. Me këto çfarë bën pejgamberi sa? Me këto i tregon që ke bu gabim. Për që ta po të shkarkoj për kësaj detyre, po që mos me lëndu shpirtërisht, ja jep djalit tina Kajsit, si jep dikujt huj, që milon pikë të zezë në zemrën Sa'dit, po të njëjtën kohë jep mësim që ato që ja ke fol është gabim. Na sot kemi ardhur për falje. Edhe realisht kështu ka ndodhur. E dini që kur ata gjithë kanë pritë se çka ka me bëu tash pejgamberi sa, me gjithë këtë numër të ushtrisë, edhe i thot pejgamberi sa, çfarë mendoni që unë kam me bëu me juve? Thot ti je i ndershëm i birit, ja numërojnë sifatet e mira të cilësitë pejgamberit ai sallam që i ka pas. Atëherë thot pejgamberi sa, thot shkoni se jeni të falur. I nderuar, kur hyri pejgamberi alayhis salam në Mekë, si hyri ai? A tregoi një dhëmshuri, një vetë përmbajtje, apo tregoj shenjat me ndjemallësisë? Pejgamberi sa ajo që ka ardhur në transmetim, kur ka hyrë në Mekë, edhe pse ka çliruar Mekën, do të thonë gjithë këtë kohë, këto vite që ka prit me ardhur ky moment dhe kjo ditë, realisht i shohim që njerëzit kur arrin ndonjë sukses, ndonjë fitore, din mu krekos, me shfaq një farë mburrje të tepruar, një mendjemallësi se e kanë arrit një sukses, një rezultat. Tërsa pejgamberi sa kur ka hyrë në Mekë transmetohet që aq shumë e ka marrë kryt te poshtë, domethënë që ka dëshmë me tregu që modesti, sa që thuhet veç si ka prek koka, mjetin e vet, domethënë kalin devën, që shumë e ka ul kryt pejgamberi sallam, e jo me çu kryt për pjet mu livdu e mu krenu. Pse se njerëzit e mëdhaj realisht gjithmonë suksesin ja atribuojnë Zotit, nuk ja atribuojnë vetes. Po pejgamberi sa më ka ditë që Allahu ja ka mundsu me arrit këtë ditë dhe këtë sukses. E jo pejgamberi sa më mbur vetes që din, më vesh vetes që din shumë njerëz sot më bu. Njëjtë ka qenë Sulejmani alayhis salam, domethënë kur i ka ardhur frondi i Belkisës me mijëra kilometra për qinta të sekondës ja kanë sjell para vetit, çka ka thonë Sulejmani alayhis salam? Hadha min fadli rabbi li yabluwani ashkuru am akfur. Kjo është dhunti pe Zotit tem. E mira, një sukses, një arritje që e ke bu, është prej Zotit. E Sulejmani po thotë kjo është dhunti pe Zotit, me të cilën thotë më sprovon Zoti jam, a jam falendrues, a jam mohues. Që jap me kuptu që çdo njeri kur të arrin ndonjë sukses në jetë, është
mes sprovës, apo e falenderon Zotin, me thonë alhamdulillah pejti, arritja në karrierë, arritja në biznes, arritja në familje, çka do që të arrish në jetë, dije ti edhe one që jemi ka sprovojmë, mos e ço kokën për pjet, po je falendërues ndaj Zotit, edhe falenderoj që ta ka mundsuar ato. E pejgamberi sa kështu ka hinë Mekë. Nuk ka hinë të mburr, po e ka ul kryt të poshtë, gjithmonë domethënë e ka treguar që modestinë e vet. Se nuk ndodh njëri që me kon modest për hatër Zotit, përveç se Zoti me ngrit atë njëri. Pra, pejgamberi selam edhe pse shliroi Mekën, nuk tregoi shendja mendimallësisë, as të mburrjes. Absolut. Ishte kokë ulur, i afërt me tjerët, respektues, por edhe fals. Asnjëherë pejgamberi sa në jetën e vet nuk ka shfaq shendje mendimallësisë. Ju e dini për shembull që pejgamberi sa ka ndodhur rasti ka ardhur dikush që nuk e ka njoft pejgamberin, ka hi në vendin ku janë kon shokët e pejgamberit dhe pejgamberi, edhe ka pyet cili prej juve është Muhamedi. Domethënë nuk e mujt me njoft pejgamberin alayhis salam, me thonë me qenë një koltuk më të veçantë, me koni trajtuar pak më ndryshe prej tjerëve, mu dallu, asnjëherë se ke gjetë pejgamberin sa. Po gjithmonë ka qenë, do të thotë sikur se shokët e vet nuk ka pas shef me u dallu prej tjerëve. Po. Pasi u çlirua Mekka, pejgamberi selam ku banoi, në cilin vend, si ishte gjendja? Pejgamberi sa kur është hyrë në Mekë, edhe normal, do të thotë ju e dini që ata që kanë ardhur tash me shliruar Mekën, mesin e tyre janë kanë edhe muhaxhert ose banorët e Mekës që më herët janë ikë prej Mekës. Edhe secili ka dashur më kthy në shtëpinë e vet. Pejgamberi sa s'ka pas ku më kthy. Pse? Për shkak se njëri prej jo muslimanëve ja ka marrë shtëpinë pejgamberit ai sa. E ka privatizuar shtëpinë e pejgamberit sa. Pejgamberi sa pse ka qenë i fuqishëm, edhe pse ka pasur ushtrin me veti, nuk u shku mi thonë ati dil për shtëpie, po pejgamberi selam për hatër që baba e tina, më ti i ka bo mirë pejgamberit e selam për hatër që asoj të mirës, pejgamberi selam ka thonë nuk e nguci, e kalon me nejtë në shtëpit pejgamberit. E i kanë thonë, o i dërguar i Allahut, se cili u vendos shtëpinë e vet, ti ku do më vendos? A do më shku në shtëpi tonë? Ka thonë, pse më kanë lënë shtëpi Kurajshita? Më kanë marrë. Po prapë pejgamberi selam çka ka bu? Ka thonë unë rrin në shator në tendë. Thët, shatori jam, tenda jam, thët, ka me konë një vend veçantë. Ku është ai vend i veçantë? Që ka desh me vendosë tendët për jam e sa? Te vorri i grues vetë Hatixhes. Që ato pejgamberi sa me ka ngrit tendën e vetë. Ka qëndru 19 ditë Mekë pejgamberi sa, tani është kthyer në Medinë. Këto 19 ditë pejgamberi sa ka nejtë në tendën e vetë afër vorrit Hatixhes. Pse ka bu këto? Për shkak se për njerëzve që kanë kontribu për me ardhë kjo ditë, është konë edhe Hatixha. Që e kanë ndihmu pejgamberin e selam me pasurinë e vet, po e kanë ndihmu edhe pejgamberin sa moralisht që e ka përkrah me vazhdu rrugën, ka qenë Hatixha. E pejgamberi sa po don me nejt nga dvorrit sojna, mi tregu Hatixhës si rezultat i këtij shtirimi je edhe ti kontributi jot që s'ta kom harru edhe mas vdekjes. E që jep me kuptu që është shumë një mesazh do me thonë për secilin prej neve që kontributin e atyre që kanë bu për me të ngrit ty ose për me arrit një sukses nuk është e udhës mja u harru. Mos e harra. Mos e harras njëherë. Pikrisht to pejgamberi sa me ka bu. E përmendet që pejgamberi sa jetoi në tendë. A në kupton kjo një urësi tjetër nga kjo ngjarje se ndonjëherë për të vazhduar interesi përgjithshëm duhet një sakrificë personale. Është shumë madhore kjo, me shkel veten. Me shkel unin ton, që shpeshherë po dim me rahën këtë provë, nuk po jem gjendje me shkel unin ton, lakmin ton, egon ton, edhe jem gjendje me prish interesa shumë madhore. Ndërsa pejgamberi sa për hatër të një të mirës që ja ka bu babaj atij djalit që ja ka marrë shtëpinë, pejgamberi sa me ka shkel veten, ka qëndruar në tendë, nuk ka shku me ja marrë shtëpinë. A konsiderohet burrëri edhe respekti i madh i pejgamberit në këtë rast ndaj Hatixhes që ka shkuar tu afër dhe ka vlerësuar mundin e saj? Unë këto deshta më thon, po për shkak kohës nuk deshta më zhënu. Ka shumë fatkeqësisht se dëgjon shumë me thon kështu burra ose meshkuj, thon që për shembull deri dje e ka pas bashkëshortën, pim dëgjojmë këtë rast, kjo është e dhimbshme. Deri dje ka çu jetë me një bashkëshortë të cilën e ka pas krah, e ka kriju familje, i ka bëu fëmijë. Momenti që pak një farë forme e ka arrit një farë standardi, një farë pozite, është në gjendje me shkatru jetën, me arru të mirat e bashkëshortës, po edhe në këtë rast të kundërtën. Nëse bashkëshortja e bën burrit njëjtin,
nuk bën me harru ato kohra, cilët janë kanë krahin njëri tjetrit, kontributin që ka bu. Sa që edhe Allah në Kur'an ka folja të shkurëzimit. Kur ndodhë të shkurëzimit të ndomja, që mos secili i don rrugët, ai rrugës vetë, kjo rrugës vetë edhe kryet mu. Edhe në këtë rast, Allah në e ka të rikë vrejtën, ka thonë, vële ten se ul fadle bejnëkum. Mos e harroni të mira që i keni pas njëri tjetër. Mos folni keq për njëri tjetër. Mos e munani me akuzu një tjetër se keni pas të mira, mos e harroni ato. E pejgamberi është shembull këto që si ka harru të mira. Madhështore kjo. Pyetja radhës. Ku edhe kush e thirrri për herë të parë ezanin pas çlirimit të Mekës? Siç dihet prej historisë kemi pa edhe nëpër filmin që është si dokumentari për jetën e pejgamberit sa mesazhi, e dim që kur çlirohet Meka, thyhen edhe idhujt. Ata zotat, putat që kanë qenë në Qabën, në Mekë ato. Edhe kjo thymja idhujve, pejgamberi sa më don me tregu që përveç çlirimit të Mekës si vend, don me çliru edhe me kasit prej robërisë që kanë pas ndaj zotave, cilët realisht nuk janë zota. Kur i ka thy idhujt, ka desh me tregu që këta me kanë që janë zota, këta ishin bërë vetit dobi. Do thot ka desh me çliru edhe këta psikikisht edhe shpirtnisht edhe zemrën e tyre me çliru që ju jeni kanë të robëruar për një besimit të kot. Ky ka qenë bilem çlirim më i madh se sa çlirimi i Mekës në aspektin fizik. Por pejgamberi sa tani don me thyë edhe një gjë e cila ka qenë e përhapur në Mekë. Ajo që ka qenë në Mekë ka qenë racizmi, dallimi i shtresave. Njerëzit që kanë qenë me famë, me pozit, mos më ul me njerëzit që kanë qenë tult. Kjo ka qenë shumë e shfaqur në Mekë. Njerëzit e ngjyrës të bardhë me të zezës, s'ka pas shansa me nejt bashkë. E pikërisht pejgamberi sa i thot Bilalit, i cili ka qenë i rase zezë, nga Etiopia e sëshme, i thot Bilalit, ngjitu për mi qabe, hyp mi qabe, edhe thërna ezanin e çlirimit të Mekës. Sa që ka pas për njerëzve ato, cilët hales Islami s'ka hinë zemrat e tyre mirë, kanë thonë që me pas kam baba jam gjallë. Dikush tjetër. Me pas këtë story që ato ndodhë sot, ma mirë mos t'i shkonë. Pse se një i racës zezë, po hyp mi qabe. Se në qabe atër do të ka hi, vish kush ka di, kujtja kanë leju. S'ka qenë e mundur për gjithë. Edhe pikërisht pejgamberi sa më dënë me ju tregu që e përsia, ngritja tek Zoti nuk është me ngjyrë, nuk është me shtresa, me kategori, me VIP e kudo, po është me devotshmëri. Te Zoti vlen ai që është i devotshëm, jo sipas racës së kështu. Në atë kohë pejgamberi sa më i ka dhënë një farë goditje rasizmit. Që sot rasizmi për shembull hala e gjojmë për disa vende të botës që ekziston. Po të njëjtën kohë psimi tjetër që pejgamberi alayhis salam e ngriti Bilalin ka mujt me thonë thërë zonë afër Qabës. Po pse e ka ngrit mi Qabë? Pse i ka thonë hyp mi Qabë? Don me tregu pejgamberi sa që gjaku i njeriut, nderi i njeriut është edhe më i shejt se sa Qabja. Njeri është edhe më i shejt se sa Qabja. Siç edhe ka ardhur në hadith ku ka thonë pejgamberi sa te Zoti është më e lehtë me rrëzu Qabën, me shkatru Qabën, se sa me vrani njerit pa drejt. Pikërisht në këtë mesazh pejgamberi sa më ka dhënë me kasve, po edhe njerëzimit që njerin nuk lejohet pa drejt me mbyt, ashtu që shpo ndodhë sot që peshohëm që po vriten njerëz panal, pa kur fa drejtë, qofta e në Ukrainë, qofta e në Sudan, qofta e në Palestinë, kudo që janë të ndodhë. Pra, thirrja e parë e zanit ishte për një personi i cilin të kalumen vuan të shumë nga tortura dhe dhuna ndryshme. Në anën tjetër, pas një kohe, kur pejgamberi selam mori primatin e atë vend, ajo bën njeriu i cili ka për të bashkuar njerëzit për ta falë së bashku namazin. Dhe me këtë përcoli porosin, pra se në Islam, në këtë fe, pra diferenca bëhet tek devotshmëria. Për sot, sa vlen kjo thirrje? Edhe këtë është interesant që devotshmërinë në farë forme është sekret mes robit dhe Zotit. Na i gjykojmë njerëzit në bazë të veprave, pa ajo që ka qenë e shfaqur te Mekasit, ka qenë kjo që ti e potencove që Bilali ka qenë më herët rob. Ka qenë, domethënë, është maltretuar, s'ka pas kur fare drejtë, s'është llogarit njeri. Mirë po don me tregu pejgamberi alayhis salam që Islami çore ku e ngrit njerin. Edhe sot peshohen për shembull. Sot është bota të vujt për njerëzve që shisin moral, a realisht janë njerëz që s'kan pikë vlerë kur fare morali. Ajo që jep vlerë njerit është feja e Zotit e vetme e pranuar tek ai. Që jep drejtën secilit, e vlerëson njerin
që she meriton edhe nuk i hin hak askujna. Hoxhë nderuar, falenderoj shumë për elaborimin e kësaj teme në mënyrë të veçantë dhe për mesazhet e shumta që realisht keni shpërfaqur për ne. Zoti shpërbleft. Faleminderit për juve, përshëndetje me gjithë shikues, Zoti e pranoj për neve agjërimin. Amin, faleminderit. Shikues të nderuar, me kaq mbaron edhe ky emision. Deri në emisionin e radhës, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju. Zoti ju nderoft.